الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Lavdi, falënderimi dhe adhurimi janë për Allahun, krijuesin absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, jemi duke folur për jetëshkrimin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe për disa javë me radhë kemi filluar të flasim për thirrjen e Muhammed Mustafas pasi që është shpallur si pejgamber. Njëherët edhe kemi thënë se me çfarë është ballafaquar, që nga momenti kur e ka publikuar thirrjen e tij, fillimisht në familjen e tij të afërt, pastaj në familjen e tij të largët apo të gjerë dhe këtë në fund edhe në shoqërinë e tij në përgjithësi. Mirë po, këtë javë do ta bëjmë një pauzë për të vazhduar inshallah javën tjetër me trajtimin e jetëshkrimit Muhammed Mustafa alayhi salam, për shkak se kemi kërkesë nga qendra rajonale e një siti të trafikut që të flasim për vetëdijsimin e masës në raport me sigurinë dhe kujdesin trafik. Për arsye se janë shtuar rastet dhe sa vijnë shtohen fatkeqësisht të aksidenteve dhe jo rallëherë dhe të aksidenteve fatale. Dhe duke qenë se ne kemi obligim që të bashkëpunojmë në mirësi edhe në devotshmëri, ashtu siç Allahu na porosit në Kur'an duke thënë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", ndihmoni apo bashkëpunoni mes vete në mirësi, në gjëra të mira dhe në devotshmëri. Atëherë është e udhës që disa minuta t'ia kushtojmë kësaj çështje, inshallah taala. Ajo që duhet ta kemi parasysh si fillim rreth çështjes së ruajtjes së sigurisë dhe të kujdesit të shtuar në trafik është se të gjitha këto rregulla që janë përcaktuar janë bërë për ta ruajtur jetën e njerëzit. Pra nëse nuk e kuptojmë se këto rregulla që janë përcaktuar janë për me ruajt jetën tonë, atë neglizhenca jonë do të jetë jashtëzakonisht e madhe në raport me këtë çështje. Pra duhet vëdësohemi një herë për gjithmonë që rregullat e trafikut, rregullat e komunikacionit janë vendosur nga ekspert për ta ruajtur jetën e njerëzit. Një prej objektivave kryesore të legjislacionit islam është ruajtja e jetës së njerëzit. Pra e gjithë feja e Allahut ka zbritur për me ruajt jetën e njerëzit. Janë përcaktuar rregulla, janë dërguar pejgamber, kanë zbritur shpallje që vetëm e vetëm në radhë parë ta ruajnë jetën e njerëzit, sepse jeta e njerëzit është e shenjtë, është e pacënueshme. Jeta e njerëzit është dhuratë e Zotit për ne. Pra, jeta nuk është pronë e jona, por është pronë e Allahut Madhërisht, me të cilën Zoti na ka nderuar. Na ka dhënë mundësinë që të jetojmë për një periudhë të caktuar kohore, dikush më shkurtë, dikush më gjatë, për ta stolisur atë me vepra të mira, me përmbushje të përgjegjësive tona karshi Allahut, pastaj edhe karshi njerëzve në përgjithësi. Andaj shkujdesja ndaj ruajtjes së jetës është përgjegjësi para Allahut. Do t'japim llogari para madhërisë së tij. Dhe një prej segmenteve që më së shumti vrehet një shkujdesje e tillë është pikërisht në trafik, ku shumë për njerëzve, në veçanti shumë për të rinjeve, tash edhe të rejave fatkeqësisht, janë të pakujdesshëm në respektimin e rregullave të komunikacionit, në ruajtjen e sigurisë së trafikut.
e para së gjithash në ruajtjen e shejtërisë së jetës së të tjerëve. Pastaj, ata që i kanë përcaktuar këto rregulla janë ekspert. Nuk janë njerëz të rëndom, janë njerëz profesional të kësaj fushë. Allahu në Kur'an thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Për gjërat që nuk i dini, pyetni dietarët. Dietarët islam thonë, këtu nuk është fjala vetëm për dietarët e fesë islame. Për çështjet e fesë, pyeten dietarët e fesë. Mirë, po për çështje tjera, e një ndër çështjet më të rëndësishme është edhe siguria në komunikacion, do të pyeten dietarët e kësaj fushë, që janë ekspertët e kësaj lëmie. Dhe derisa janë përcaktuar këto rregulla nga ekspertët e lamis, nga dietarët e kësaj fushë, ne kemi obligim me i dëgjuar dhe me i pasu. Sepse ato janë përcaktuar për me rujt jetën tonë. Rregullat e trafikut janë norma që neve na shërbejnë për me i kryer udhëtimet tona sa më mirë, sa më me pak probleme, sa më të sigurta, mënyrë që me arrit në destinacionet tona ashtu siç ne planifikojmë. Rregullat e trafikut nuk janë gjëra që duhet të anashkalohen. Nëse nuk respektohen rregullat e një çështje të caktuar, për shembull, nëse nuk respektohen rregullat e shkollës, rregullat e punës, rregullat e xhamisë, ka pasoja. Njëjtë është edhe me rregullat e trafikut. Nëse nuk respektohen, ka pasoja. Prandaj ka penalizime të niveleve të ndryshme. Dhe këto bëhen për me rujt vetdijen e njerëzit në nivelin e kërkuar. Pra, mos më qenë shkak shkujdesja jonë për me marrë në qafë dikënd. Pastaj, e kemi urdhër nga ana e Zotit që mos bëjmë çrregullim tokë. Allahu thot: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni çrregullim tokë nga tresa, pasi që Allahu e ka rregulluar atë. Për çdo gjë Allahu ka caktuar normë dhe ligj. Ka përcaktuar rend shoqëror. Andaj e kemi obligim që këtë rend me rujt me çdo gjë që kemi mundësi. E kurse si mos me prish atë. Një prej shkaqeve që e prish rendin shoqëror është edhe mos respektimi i rregullave të trafikut. Sepse çon në fatalitete. Sa familje kanë përjetuar pa drejtësisht, pa asnjë arsye, vdekje. Sa familje janë hasmuar me zvete. Sa familje kanë përjetuar vllavrasje me zvete, pikërisht për shkak të këtyre gabimeve, për shkak të mos respektimit të rregullave të trafikut. Pra, pasojat janë të rënda, sepse nga çrregullimi në tokë nuk pritet vetëm se pasoja të rënda. Sikurse nga rregullimi i tokës, nga ruajtja e rendit shoqëror, nuk pritet vetëm se pasoja të mira. Rregull, zhvillim, përparim, siguri, mirëqenie e kështu me radhë. Islami ju kushton rëndësi shumë rrugëve, respektimit të rregullave, ruajtjes së sigurisë rrugore dhe jetësore në përgjithësi. Më është tepër saqë Omeri radiallahu anhu kur e ka dërguar Ebu Musa al-Ashariun në Basra, edhe e ka urdhëruar që krahas mësimit të fesë m'ia mësuan njerëzve edhe respektimin e rrugëve. Pra mirëmbajtjen e tyre, ruajtjen e sigurisë në to, mos keqpërdorimin e rrugëve. Sepse rrugët janë shumë të rëndësishme. Ne fatmirësisht jemi në kohën më të zhvilluar, kur nuk kemi qenë më të përparuar, kur nuk kemi qenë më të ndërtuar, sidomos në aspektin infrastrukturor. Sot rrugët tona janë më të ndërtuara se kur më parë. Mi për në anën tjetër edhe mos respektimi i këtyre rrugëve është pa aq i madh. Sidomos nga shtresa rinore, me plot respektin ndaj tyre, e kuptoj adrenalinën e të rinjeve, e kuptoj edhe dëshirën për me e ndjen ndonjëherë atë shpejtësinë e madhe gjatë vozitjes, i kuptoj të gjitha. Gjithë kemi kaluar këto faza, mirë po sa më shumë që ja përkujtojmë vetvetes këtë që po e them, se jeta e njeriu është e shejtë, se respektimi i rregullave të trafikut është detyrë
edhe njerëzore, edhe fetare, sepse kjo të ruan jetën ty edhe familjes tënde, edhe shoqërisë në përgjithësi. Atëherë vetdia padyshim se do të jetë ngritur. Në anën tjetër, derisa kjo vetdia është e ulët, sepse faktet po tregojnë se vetdia jonë kolektive në këtë drejtim vazhdon të jetë e ulët, për shkak të rasteve që sa vinë e shtohen. Aksidenteve të shumta dhe të aksidenteve me përfundim fatal, Zoti na ruaj. Mirësia e mjeteve transportuese është për lehtësim dhe jo për shkatrim. Allahu kur ja ka nënshtruar njeriut botën shtazore, nga se në kohërat e lashta, mjetet transportuese kanë qenë kafshët, gjithë e dim, s'ka pas makina. Dhe këto janë bë njeriut në shërbim, janë vënë shërbim për t'ja lehtësuar jetën, jo për mu bë shkatrimi jetës tij. Për këtë arsye Allahu në Kur'an thotë: "Wa ja'ala lakum min al-fulki wal-an'ami ma tarkabun." Allahu ka bërë që prej anijeve dhe prej kafshëve ju t'i përdorni ato për t'ju hipur atyre në mënyrë që t'u thoni. Pra lehtësim për udhëtime të shumta dhe të nevojshme për secilin prej nesh. Litastawu ala dhuhurihi, mënyrë thotë që të hipni to dhe të udhtoni me to. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayh. Pastaj thotë është detyre juaja që ta përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush në momentin kur ju vendoseni mbi to, pra mbi kafshët transportuese. Wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin. E pastaj të thoni i madhëruar, i lartësuar është Allahu i cili i nënshtroi këto për ne, pra kafshët si mjete transportuese për ne. Wa ma kunna lahu muqrinin. Ndërkaq ne një gjë të tillë nuk do të kishim mundësi ta bënim kurrë. Njeriu kur nuk do të kishte mundësi me i nënshtru kafshët për me i shërbyer atij. Është Allahu ai që ja ka instalu kafshës nënshtrimin ndaj njeriut. Normalisht, duke qenë se kafshët kanë nevojë për zbutje dhe edukim, i përket njeriut që të merret me edukimin e tyre. Por në qenien e tyre është e ngulitur dhe është e instaluar përgjegjësia e shërbimit ndaj njeriut. Dhe kjo është mirësi nga ana e Allahut për neve. Kjo është mirësi lehtësuese për jetën tonë dhe jo shkatruese. Përkitazi me kafshët, sot janë makinat, mjetet transportuese moderne. Makinat, trenet, aeroplanet, e kështu me radhë. Pra, këto neve duhet me na shërbi për me na lehtësu jetën, jo për me na shkatru jetën. Dhe kushdo që e keq kupton këtë çështje, ka shkarje të mëdha. Mjetet transportuese janë mirësi nga ana e Allahut për neve për lehtësim të jetës. Dhe nëse keq përdoren këto mirësi, atëherë do të bëhen shkatrimi i jetëve tona, sikur se janë bërë për shumë njerëz, fatkeqësisht. Pastaj rruga është publike dhe nuk është private. Rruga është për gjithë, askush nuk ka të drejtë sillet në rrugë sipas çejfit vet, sipas tekeve personale. Rruga nuk është një individi, e as edhe një grupacioni. Rruga madje nuk është as e udhëheqësit të shtetit. Rruga është e gjithë popullit, pa dallim statusi, pa dallim pasurie, pa dallim fuqie. Rruga është në shërbim gjithëve dhe respektimi i rregullave është i përgjithshëm dhe i përhershëm. Respektimi i rregullave të trafikut është obligim si për kryetarin e shtetit, si për njeriu më të rëndom të shoqënisë. Nuk i lejohet askuj me keq përdor rrugën e cila është e gjithëve, është publike, nuk është private. Rrugën tënde në shtëpi tënde mundesh me shfrytzu çysh dush, edhe pse edhe aty ka rregulla. Ama rrugën e popullit nuk mundesh me shfrytzu çysh dush. Nuk shkon vetëm se un po kam qef me knash pak epshin, edhe me vozit 80 në orë apo 100 orë në rrugë të qytetit. Apo 200 orë në autostradë. Nuk është në rregull. Nuk bën, nuk lejohet, është haram, është ndeluar. Këtu s'ka kompromis. Çdo tejkalim i rregullave, çdo shkelje e rregullave është ndaluar. Allahu nuk ka zbrit ajete për me na tregu neve se sa duhet me hec komunikacion,
Se me paskon kështu atëre është dasht Kurani me zbrit prej këtu e deri te shtëpia eme. Për nga madhësia. Për Allahu ka zbrit parime, premisa. Ka thonë, pyetni dietarët për ato çka nuk i din. Dietarët e kësaj çështje janë ata që merren me rregullat e komunikacionit. E këta dietarë, këta ekspertë kanë thonë që nëse e kalon shpejtësinë, aty ku është e përcaktuar për 120 orë, ti ke bërë shkelje. Aty ku është për 40 orë, sepse është zonë shkollore, ti ke bërë shkelje. Aty ku është 60, ke bërë shkelje. Çdo tejkalim i përcaktimit të kufizimit të shpejtësisë është shkelje. Përkthe ndryshe është haram, është e ndaluar. Nëse të gjen diçka ty, në çat situatë, ose i bën dëm dikujt në çat situatë, ke gjunat madh tek Zoti. Kështu është kjo çështje, s'ka tjetër. Krejt i bëjmë këto shkelje, nuk është që ta shumë që po flasje më mirë se ju. Edhe unë mu ndodh ndonjëherë që i bëj këto shkelje, por nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Duhet mu vetëdijsu një herë për gjithmonë që këto me i pa me seriozitet lart, sepse ka të bëjë me jetën e njeriu. Pejgamberi Allahut i ka porosit sahabët e tij, edhe neve rrjedhimisht, duke thonë ittaqullaha fi hadhihi al-bahaim farkabuha salihatan. Keni frikë Allahun me kafshët që ju i përdorni pra për transport. Edhe hipni mbi to duke i mirë përdorur ato. Janë përmendur kafshët sepse as të kohë nuk ka pas makina, nuk ka pas mjete transportuese moderne sikur si janë sot. Por kjo vlen për gjitha mjetet transportuese. Pra, nëse e përkthejmë sot në kohën moderne, i bie përdorni makinat tuaja, trenet tuaja, buset tuaja, aeroplanet tuaja, mirë të mirë, pa mirë përdorni ato, mos i keq përdorni ato, sepse keni përgjegjësi para Allahut për to. Për çdo mirësi që Zoti na jep, ka më na pyet se si e kemi shfrytzuar atë. Nëse dikush e ka një makinë luksoze, kjo nuk i jep të drejt, ai më bëj çka don me për rrugë. E me marr qafë edhe veten edhe të tjerë. Pastaj Allahu çfarë thon në Kur'an? Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Mos e hudhni veten tuaj me duart tuaja në shkatrim. Një prej mënyrave që robi mundet me hudh veten e tij në shkatrim është kur i te kalon shpejtësitë e përcaktuara. E din që është e ndaluar, aty thot 120, eventualisht 130, ky shkon 180, shkon 200. Çfarë do që të jetë arsyeja jote, nuk justifikohesh. Nuk justifikohesh. Ka pëlqyer një fjalë, mos u ngut që për me pi një kafe, mos me pi kur kafe. Kjo shumë e thellë është. I bie që çat minutazh që kimë kursy ti për shpejtësisë që ti mendon se jetë e bë, jetë i kalu atë kufizimin e shpejtësisë, nuk kemi i shpëtu, nuk kemi kursy më shumë se 10 minuta. Hajde 15 minuta. S'kemi më rrim më shpejt. Që i bie sa për me pi një kafe. Ama çka nëse të ndodh vdekja aty, ja kemi pi më kafe. Kur s'kemi pi kafe. Hajde ti po shpëton. Po çka nëse vdes dikush shkaku yt. Ai njeri më kur s'ka me pi kafe. Shkaku yt, shkaku im, shkaku i çdo kujt që është treguar i pavëmendshëm dhe i pakujdesshëm. Kështu që ta kuptojmë një herë për gjithmonë këtë çështje, ta ngrisim vetdijen tonë kolektive. Ruajtja e rregullave të trafikut është ruajtje e jetëve tona. Ti jemi sa më të vetëdijshëm për këtë çështje, sepse do t'japim përgjegjësi para madhërisë së Allahut. Lutim Allahun që të na vetëdijsoj, të na mbuloj, të na begatoj, na lumturoj si në këtë botë, po ashtu në botën tjetër, sikur se kërkojmë nga i madhi Zot që ai të jetë i kënaqur me ne, me fjalët tona, me veprat tona, na jep sinqeritet në çdo fjalë, në çdo vepër që ne e veprojmë. Dhe të na ringjall me pejgamberët, me dëshmorët, me njerëzit e mirë dhe sinqert. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.